Komuna e Peshqevës ka hedhur poshtë iniciativën për ndërtimin e një qendre të dhënash në fshatin Pançaref. 9 këshilltarët që përbëjnë Këshillin Komunal votuan kundër, duke refuzuar kështu këtë iniciativë unanimisht. Iniciativa që u vu në renditje të seancës së sotme, më parë shkaktoi reagime tek disa parti, por edhe tek ekoaktivistët. Në mungesë të një debati publik, ata shprehën shqetësim për ndikimin e mushëm në mjedis, pavarësisht qëndrimit të autoriteteve se ndërtimi i qendrave të të dhënave në Maqedoni është një domosdoshmëri. Ndërtimi i qendrës së të dhënave në Peshqev vjen pas ndryshimeve në ligjet për ndërtimin dhe planifikimin urban, të cilat u dhanë qendrave të të dhënave statusin e ndërtesave me rëndësi kombëtare. Përveç kësaj, për ata u vendos procedure përshpejtuar në të cilën shqyrtimi nga ekspertët dhe anketa publike nuk janë të detyrueshme.